Një grop karstike me diametër rreth 7 metrë dhe thellësi më shumë se 10 metra shfaqur prej disa ditësh shumë pranë banesave në lagjen e spitalit në qytetin e Belshit. Fenomeni natyror është i zakonshëm për zonën e Dumres, e cila numëron mbi 84 liçene të krijuara si pasojë e fenomeneve karstike. Fenomeni ka ngjallur panik tek banorët, të cilët ndjehen të pasigurt, teksa dita ditës gropa u afrohet banesave dhe kërkojnë ndërhyrje nga strukturat e emergjencave. Çap në datën 28, me fjalët kjo në orën 4 të mëngjesit, kemi dëgjuar një zhurmë të thellë kështu dhe pastaj jemi ngritur. Kemi shikuar me fjalë për qak, nuk kemi paqe. Në të zbardh dita pastaj, u ngritëm lart dhe shikuam. Edhe ku erdhëm pam një grop tuqi, po kishim dhe frikë të afroheshim. Pastaj njoftuam të organet kompetente pastaj. I bëra me fjalë patën e bashki, kanë ardhur grupe e emergjencës që ka bërë që bëri vizimin e kësajt, po na kanë thënë për pak ditë me fjalë, që të flasim me organet kompetente dhe presim tash përgjigjen nga. Plus, edhe banesa tjera rrezikojnë, që janë kështu edhe kjo është një grop shumë e frikshme që ka ikur shumë thellë dhe ka drejtimin me fjalë në krahun e shtëpisë vllait tim. Tani drejtojmë organe kompetente që marrin masat vita shikojnë. Tani për momentin jam unë dhe ime shoqe, fëmijët i kemi të larguar, edhe kemi edhe Borazerin këtej që jeton vetëm. Në 360 km2, zona e Dumres është karstike si pasojë e shkrirjes së shkëmbimeve të gipsit dhe gëlqeres. Duket sikur fenomeni po bëhet i shpesh teksa në qershor të këtij viti, një grop e ngjashme u hap në fshatin Dëshiran, ndërsa në maj të vitit 2022, një grop u hap pranë banesave në fshatin Çestie të Belshit.